Nuk e di a pasqyrohet mirë këtu në video për ta shikuar, por sot, nga që pati rënë goxha shi përpara, pak përpara, edhe doli dielli tash, okay, është afër perëndimit faktikisht, por megjithatë, shikoni ngjyrën që lëshon. Është ngjyrë e verdhë. Gjatë në ngjyrën e verdhë, nuk është ajo ngjyra e bardhë që ne thua të shohim këto vitet e fundit të diellit, ose ngjyrë e kuqe kur arrin aty në pikën aty. Dhe shumë nga ju besoj, sikurse edhe unë, varet nga çfarë mosha keni këtu, por nëse jeni në fjalë para 2010-s, fjalë 2012 se këtu, dielli nuk ka qenë kaq i bardhë as na shfaqet në ditët e sotme ose në vitet e fundit. Dhe disa e mbajnë me të vërtetë, ose janë bërë si të thëna, se dielli ka qenë i verdhë, ose na është thënë që dielli ishte i verdhë. Se dielli në shikon se cili nga neve. Faktikisht, drita dhe rrëfimit që shon dielli në vetë është në qalë pak i verdhë. Mirë po, çfarë ka ndodhur? Me gjitha këto që aeroplanet bukurosh që fluturojnë, kanë kaq shumë vite tash që shpërndajnë atë fiktur që shojnë nga mbrapa, janë grimcat të tilla që ja ndryshojnë edhe efektin e diellit, të rrezeve ultraviolete të gjitha ata që ai dërgon këtu. Ato e ndryshojnë, ato le t'ja themi, nuk e lën të kryen atë efektin që duhet të kryente, faktikisht. Dhe kur shplahen mirë nga njëherë me shi, siç e shihni edhe qielli, po pritet tash sot është i bluit. Që është vështirë të shohësh qiell blu, pak nuk nga jam unë në Gjermani, por ja, her pas here kur ndos një rënje me vërtet e madhe shiu që ande, ashtu që shplahen, ato bien tokë, që në rreth edhe ashtu, edhe atëherë më në fund shohim diçka të tillë. Po ndos rrallë për malë faktikisht.